Shikues, momenti për super risotto na. Thash do të bëjmë sot një risotto të kuqe. Gjalpa na është shkri. Pa humbur kohë po e marrim vajin më të mirë italian, Monini, 100% të virgjën, t'ja vendosim direkt këtu fërterës, ja, pak vaj ullire. Dhe pa humbur kohë do ta marrim qepën. Këtu kemi një qep të cilën kemi prej më herët, ja, do ta fërgojmë qepën. Ja, kështu. Atëherë do të gatuajmë shikues një super risotto. Para 2-3 javë kemi pas pra risotton e gjelbët, krijova një pjatë pranverore, e cila ishte me djath ricota dhe me fëstëk, plus fëstëkun e patëm sipër dhe salcën. Gjithnjë mos harroni sepse po flas me shoqënime familjar, po bre, kom pa që shëbojnë Turqi, e lojnë orizin, ujës, diçka. Jo, Turqia është e njoftun për pilaf. Italianët janë për risotto. Pra, nëse dëshironi të bëni një risotto, patjetër që duhet të jetë tipi i orizit arborio nga firma më e mirë italiane, Scotti, Riso Scotti. Do ta bëjmë pra sot një risotto të kuqe. Një pjatë e bukur, se kam bërë më herët, do ta provojmë sot. Krejt në fund do të vendosim 3 lugë të mesme nga salsa tigurio më e mira. Këtu kemi domatën e thatë dhe fëstëkut. E mendova që ta bëjmë pikante, por e parë që s'kisha farat biberit. Kështu që shnosh. Kemi parmezan, krejt në fund do ta vendosim tek orize. Mos na digjen qepët, jo mirë është. Do të vendosim edhe parmezanin, e cila do të ndihmoj që të jetë më kremoze. Dhe këtu kemi ujë me 2 kocka të perimeve, që i përdorim të supa. Do ta marrim këtu afër, sepse do të na nevojitet për orizin. Dhe krejt në fund, thash pse jo, kam bler përshut të gjeve, të cilin do ta prejmë dhe do ta skuqim, do ta bëjmë krokante në gjallë, dhe krejt në fund do ta vendosim sipër risottos. Atëherë pa humbur kohë, po e marrim arborion dhe po fillojmë ta gatuajmë risotton, e cila na merr kohë hiç më shumë hiç më pak se 15-20 minuta. Pra ideni, krejt çfarë nevojitet është që gjithë kohës ta merrni dhe ta përzijeni. Ja. Tani do të vendosim rizin. Ja. Mjafton. Hajde veç edhe pak. Pak kripdete, ja, pak kripdete. Jo shumë, pasi kockat kanë, dhe piper të zi. Ja. Piper i freskët i zi është. Atëherë, risotton kemi gati tani, që fillojmë ta realizojmë. Do të vendosim ujë, si gjithnjë, ja, jo më shumë se 2 herë nga kjo. Dhe çka na duhet është, derisa të harxhohet uji, ta përzijem. Harxhohet, shtojmë dhe e shihni vetë derisa masa të bëhet al dente, kremoze dhe pastaj jugoft mirë. Ja, pra, po shihet që uji është harxhu. Tani do të shkojmë duke shtuar ujë përsëri. Shikues, risotto pothuaj se është gati. Këtu e kemi një fërtere super të vogël, kam vendos pak gjallë. Do të presim derisa gjalpa të bëhet ngjyrë kafe e hapur, e lëshon atë aromën e vet. Dhe këtu kemi, ju thash, kemi përshut gjete. Unë do ta marr kështu përshutën, dhe do t'i prej në forma ja vetëm të gjata, ja kështu. Dhe do ta marrim përshutën, pastaj do ta skuqim në gjallë. Thash që do ta bëjmë pikante, por kam haru, nuk kam farat, ja, vetëm edhe një herë, ja, mjafton. Ta provojmë, o zote, e aduroj përshutën. Në fund do ta bëjmë të përshut, do ta bëjmë krokante, do ta skuqim mirë, dhe në fund do ta
dekorojmë si për risottos. Ja mund ta shihni nga afër, hajde cake. Sa kremoze ka fillu të bëhet, shikues, ja. Ja, pra, ka ende punë. Ora kemi super kremoze. Ja, pra, shikues, po shihet, e ka marrë ngjyrën e kafe dhe o zot. Oh, e dashuroj aromën e gjalpës. Atëherë, tek gjalpa do të vendosim vetëm pak, ja kështu, krip të detit, ja edhe pak. Piper të zi, ja, dhe do ta marrim përshutën, ja kështu, ja. Hajde cake, ta vendosim këto, o zot çfarë arome. No comment. Tani do ta marrim një pincet dhe me ndihmën e pincetës, ja kështu, do ta kthejmë, ja. Ta vendosim këto. Po du shikos me provu caki se tepër e mirë, o zot çaj ka po gjallë, pa për shumë zot. Hajde cak. Provoje. Qërape e vren, o e vren. A? No comment. A shikues, ja pra. Ka fillu me hinu, hajde kamera. Ja, sa shumë përshut keshëm, iku. A e mirë sak? Film koma. Film valla. Film e ngjyra shikues. Ja, dhe risotto po thuaj se është në fund, hajde kamera. Ja, pra, shiqajni shikues. Sa kremoza, ja. Ja, edhe njëherë. Vetëm edhe 2-3 minuta. Risotton po thuaj se e kemi gati shikues. Do ta marrim parmezanin, ju thash që krejt në fundet vendosim parmezan, e cila përveç që do t'i jap shumë shije, do ta bëj ende më kremoze, ja kështu, zot. Ja, pra. Ja, po shihet, pra, kemi fituar një super tekstur, o zot çfarë risotto, s'kam koment. Shikues, s'kom qare, pa e provua. Wow. Ja, pra si duket risotto, ja. Super kremoze, po I vjen aroma. Ta provoj. E dashuroj parmezanin. Me mujt, nëse se ha pasullin, po edhe pasullin e kisha ngrë parmezan. Atëherë, këtu kam nxjerrë një lugë të mesme, dhe këtu e kemi tiguljana. Kemi me domatën e thot, me fëstëk, do ta shihni, përveç që do të ndroj ngjyra, do të ndroj edhe aroma. Atëherë, do të marrim 3 lugë të mesme, ja 1, 2 dhe 3. Hajte, din çka? Po I marrim 4, shikues. Ja. Koha për risotto, ja, me lugë këto. Ja, pra shikues, po e mbushim pjotën, zot, pak, ja, kështu. Mos harroni, risotto rafshohet, ja, kështu, duke I ra pjotës. Mjafton, do ta lëm ja kështu. Tani do ta shkoj me mbushjen e pjatës numër 2. Ja kështu. O zot. A e kemi cake? E kemi, ja. Ja. Shkrihet në gojë. Shkrihet në gojë. Ja, do ta rafshojmë edhe këtë. Ja kështu. Shumë e lehta. Ja, I kemi kriju këtë 2 pjata. Kjo është për cakin, shikues, ja. Ja, kështu. O
O zot sa kremoze. Tani, krejt për fund, do të marrim përshutën, ja kështu. Dhe za vendosim si për pjatës. Ja, ta vendosim ja kështu. Sekund. Dhe pak. Ja, dhe pak, ja, se kjo është për llapashticën. Ja, edhe pak për mu. Ja, kështu. Edhe për cakullin, ja këtu. Kjo është për ty cake, po e lojmë atje shikues. Këtu pra i kemi 2 pjata për risottos, ja po e marim për kolegut llapashticës. Ja pra si duket shikues, një risotto e thjesht, e shpejt, e shëndetshme, një super pjatë, sikur të ishim italian, për jemi nga Kosovo. Pra një pjatë që mezi s'po pres ta zhys. A di qka pse mezi s'po pres, po e marr pirunin shikues. Sa s'na ka ardhur llapashtica, ta shohim shikues se çfarë risotto kemi bërë. Fillimisht na duhet kamera nga afër. Cakja e gati. Shkojmë pra, ja, shikues, ja. O zot, hajde kamera. Marketing, mos ndrani kanalin, kthehemi shumë shpejt. Sa s'na ka ardhur fotografi mirënjohur shikues Arben llapashtica. Ai është një super gurman, gatuan në shtëpi. E don ushqimin shumë. E sot ai do të na votoj neve se aja kemi qëllu, asa kemi qëllu. Më duke, për në meshesh. A më pëlqen? Kremoze. Qajnë ato kremoze, tekstur, më këto s'marrë vesh. Po, Ti marrë vesh për ushqimin. Mirë. kam qef me bo shishëm, po jo heshëm. S'ka lidhje, e done, po më A thonë. kjo edhe shishëm edhe hishëm.